Kërshërim për t'i provuar e kanë të madhe. E të tilla ka për të gjithë, meqense prodhuesit vendor kanë sjellë me thasë në kompleksin Fetneti Ramosaj, në Deçan të premten ku edhe u mbajt dita e gështënjës. Por përveç këtyre frutave arrore, janë ekspozuar edhe produkte të tjera vendore, si mjalt e punime tradicionale, të cilat i vlerësoi lart i pari i kësaj komune. Ditë e veçantë për shkak se përtej simbolikës që ne e kemi një falënderim për frutin e gështenjës, sepse kanë dikur në ekonomitë tona familjare. Edhe jemi shkollu dhe jemi vesh bath me ta. Në këtë festival ai nuk la pa thumbuar bashkëpertjakët e tij, por me humor. Tash në këtë debatin e fundit mes Smajl Latifit e Bali Muharremit, e cilët e kanë një fargare për neshtat, për rushin kush e ka ma cilësor, vje kesh për na kemi kështojnë Deçan, ka dhe agronin unik, po si më shty kur më zvete, dhe pse kështu e Deçani është më e mira. Një fjalë rasti para të pranishmëve e mbajtje dhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Unë sot jam i kënaqur se na ka dashur me më të shumë. Edhe vërtet po shihet që është një ditë e mirë, me porosit mira. Bojnë ferment e Deçanit, që janë vërtet njerëz të vyshëm, që janë dur pune, e me cilat kënohemi që ato dur e kanë majtë këtë popull në të në kohnat, edhe ato më të fështire. Deçani njihet për traditat e tij kulturore dhe bujqësore, ku festivalet të tilla synojnë të promovojnë prodhimet vendore dhe të mbajnë gjallë lidhjen e komunitetit me natyrën dhe kulturën lokale. Ky ishte festivali 7 vjeshtor i produkteve vendore.